Ajo është e thjeshtë, e qetë, e matur dhe shumë e zgjuar, po flasim për Zana Aliajn, vajzën e ish-presidentit Ramiz Alia. Zana nuk ka preferuar të largohet nga Shqipëria, ashtu si kurse kanë vendosur vëllai dhe motra e saj. Ajo jeton dhe punon në Tiranë dhe duket se një nga arsyet që ka vendosur që të mos largohet nga vendi është fakti që ajo nuk do që emri babait të saj të përflitet për keq pas largimit të tij nga jeta. Ajo ka vendosur për të treguar të vërtetat e saj dhe për të përplasur në fytyrë miqve të Ramizit pa besinë e tyre. Edhe pse në sistemin komunist ato ishin miq të tij, me ardhen e demokracisë vendosën që të sajojnë lloj-lloj shpifjesh nga më të ultat e të ulin figurën e Ramiz Alis. Në këtë rast, Zana ka folur për një shok të Taatit që e ka zhgënjur pa mas. Ajo u shpreh se një nga bashkëpunëtorët e Ramiz Alis ka qenë edhe Servet Pëllumbi. Ajo ka mbetur e tronditur kur ka dëgjuar në një intervistë të mikut të babait të saj që akuzonte Ramiz Alin se në drejtimin e Partisë Pluraliste në vend ka vënë njerëzit e tij. Për më tepër se Ramiz Alia ka qenë pjesë e mbledhjes së Katovicës në vitin 87, ku është bërë plani për rrëzimin e diktaturave në vendet komuniste. Zana është bërë zëri i babait të saj që nuk jeton më. Ajo ju drejtua ish-mikut të babait dhe i tha: "Një pyetje kam, pse nuk folet ti Servet Pëllumbi, kur babai im ishte gjallë, por tani që ai ka ndërruar jetë? A mund të thot dikush se nëse babai im do të kishe emëruar udhëheqësit e partive politike në demokraci, a do të kishte përfunduar vetë në burg?" Është turp për një profesor si Servet Pëllumbi që bën këto deklarata tani që babai im nuk jeton më. Por dua t'i them atij se i mat përfundoi në burg, ndërsa ti dhe djemtë e tu dolët të fituar edhe nga komunizmi, edhe nga demokracia. Pjesën tjetër e gjykon vetë populli. Po ju, si mendoni në lidhje me deklaratën e vajzës së Ramiz Alis? Për më tepër, mund të lini mendimin tuaj tek komentet poshtë videos.